Mirdita fillestar, mirë se erdhët në E-klasë. Unë jam Milana Meti, mësuese e klasës së parë pranë shkollës fillore Ismail Qemali Shkup. Sot së bashku, në lëndën e gjuhës shqipe, i ta punojmë tregimin kush ka vënd. Qëllimet e orës janë: nxënësit të njihen me forma letrare si vjersha, përralla, tregime. Të nxitet kurreshtja për njohuri të reja, të nxiten që të ritregojnë përralla dhe t'i dallojnë personazhet, vendin dhe kohën e ngjarjes. Të aftësohen me fitim të shprehisë për ta përdorur drejt gjuhën standarde shqipe. Na ishte një herë një fuqe e dhëmbëve, e cila e kishte trupin me lloj ngjyra. Por ajo ishte shumë e mërzitur sepse askush nuk e përdorte. Një ditë, ajo vendosi të kërkonte dikë që t'ia lante dhëmbët. Rrugës duke ecur e takoi gërëbullin. Aq u gëzua sa e përshëndeti dhe e pyeti: "Mirdita gërëbulli dashur, a kishe dashur të t'i laj dhëmbët?" E habitur gërëbulla e pa një herë dhe ju përgjigj: "Mua të mi lajsh dhëmbët? Dhëmbët e mia janë prehekur edhe ato nuk lahen." Kështu e mërzitur ajo vendosi që të vazhdon të kërkoj dikë tjetër i cili do ta dojë të përdore fuqën. Duke ecur, pa në tokë një kreher për flokë. Furça aq u gëzua dhe e pyeti kreherin: "O kreher, a kishe dashur të t'i laj dhëmbët?" Kreheri u çudit me këtë që dëgjoi dhe tha: "Moj furç, dhëmbët e mia nuk lahen, ato krejnë flokët e voglushave dhe njerëzve të rritur. Shko kërko dikë tjetër për t'ia larë dhëmbët." Dhe furça ashtu edhe veproi, edhe pse prapë mërzit pak. Duke ecur rrugës, ajo takoi një orë. Ju afrua dhe e pyeti: "A mund të t'i laj dhëmbët unë ty?" "Si moj furç don të mi lajsh dhëmbët i mua kur unë nuk kam dhëmbë? Kam vetëm rrotëza të cilat po të lagen ndryshken dhe pastaj nuk punojnë dhe s'do të mund ta tregojnë kohën e saktë dhe njerëzit do të mund t'i zgjoje për në punë dhe besa as nxënësit për në shkollë." E mërzitur furça që s'mundi ta gjej askënd për t'ia larë dhëmbët, filloi të çajë në mes të rrugës. Por, për fat të mirë, aty kaloi duke kënduar dhe duke kërcyer një vajzë e vogël, e cila, kur pa se në tokë ishte një fuqë dhëmbësh, u ul dhe tha: "Pikërisht si kjo fuqë më duheshte mua. Do ta marr, ta laj dhe do ta vendosi në një gotë me banjo afër pasqyrës dhe për çdo ditë do t'ia laj dhëmbët kukullës time, pasi që t'i laj dhëmbët e mia me fuqën time." Vajza e mori fuqën, e lau dhe e vendosi në banjo në një gotë së bashku me pastën e dhëmbëve dhe aty furça jetoi e lumtur duke ia larë dhëmbët kukullës së vogël. Tani nxënës të dashur, do t'ua tregoj një gjë e gjës, përgjigjen e të cilës ju do ta dini, por kur t'ua thoni të tjerëve, edhe do t'i pyetni çka është, pritni përgjigje a do t'jetë e njëjta sikur ajo që e dini ju. Përgjigja është furça, kurse gjë e gjëza është: kush më mban dhe më përdor, ja zbar dhëmbët si dëbor. Faleminderit për vëmendjen, ju prift e mbara.